O robët e mi, gjithsecili është i humbur. Pra njeriu është i paditur dhe ka nevojë për udhëzimin e Zotit të vet. Ka nevojë të sqarohet e vërtetat, ka nevojë të sqarohet rruga. Dhe duke qenë në gjendje të tillë njeriu, pra ka nevojë për udhëzimin e Allahut xhalla wa ala, ka nevojë për rizqun e Allahut subhanahu wa taala. Rizqun që vjen në udhëzim, sepse me rizqun nuk kuptohet vetëm rizqu material, po dhe rizqu i udhëzimit. Atëherë ta kërkoj këtë udhëzim prej Zotit të vet subhanahu wa taala. Sepse ky njeri është i dobët, është nevojtar dhe i varfër për Allahun subhanahu wa taala. O robët e mi, secili prej jush është i uritur, ndaj kërkojini për meje ushqimin që unë t'i ushqej. Pra çdo mirësi dhe prej saj është ushqimi, është pronë, është në zotërimin e Allahut të lartësuar dhe ne jemi të varfër. Allahu xhalla wa ala është el-Ghaniul Hamid, është i pasur, i panevojshëm për asgjë. Është i falendëruar dhe se krijesat kanë nevojë për të. Këtu Allahu xhalla wa ala na tregon për dy element, komponent të rëndësishëm thelbësor bazik të jetës, janë ushqimi dhe veshja. Më pas thot, o robët e mi, secili prej jush është i zhveshur, ndaj kërkoni prej meje veshjen që unë t'ju vesh. Pra njeriu s'mund të jetojë në jetën e kësaj dynjaje pa ushqimin dhe veshjen. Gjë cila tregon nevojën që kanë krijesat, nevojën që ka njeriu për Zotin e vet subhanahu wa taala, sepse magazinat e rizqut tek Allahu azza wa jall nuk mbarojnë kurrë.